Klodi futet në një debat të fortë me Tonein, një përplasje që nis nga tensionet e grumbulluara prej ditësh dhe shpërthen papritur para banorëve të tjerë. Me tone të ashpra, Klodi i drejtohet Toneit duke i thënë se ai, sipas tij, vetëm i përdor femrat për interesat e veta dhe nuk është as pak i sinqert në marrëdhëniet që krijon brenda shtëpisë. Ai vazhdon akuzat duke thënë se sjellja e Toneit flet vetë dhe se imazhi që ai po krijon jashtë nuk është as pak i mirë. Sipas Klodit, Tonei nuk ka ardhur në Big Brother për ndjenja apo për të qenë i vërtetë, por vetëm për lojë dhe vëmendje. Ai akuzon se ka një shtëpi publike, duke nënkuptuar se mënyra si sillet me femrat është fyese dhe pa respekt. Këto fjalë e acarojnë edhe më shumë situatën, ndërsa Tonei përpiqet të mbrohet, por Klodi nuk ndalet. Debati bëhet edhe më i rëndë kur Klodi përmend rikthimin e Toneit në Big Brother, duke thënë se sapo u rifut në shtëpi, ai menjëherë ju afrua Elionës, jo nga ndjenja, por sepse kërkonte të krijonte histori dhe situata për lojën e tij. Klodi thekson se kjo sjellje tregon qartë strategjinë e Toneit dhe se ai nuk ka asnjë respekt për ndjenjat e të tjerëve. Atmosfera në shtëpi tensionohet maksimalisht. Banorët e tjerë mbeten të heshtur dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Megjithatë, debati mes Klodit dhe Toneit lë gjurmë të forta. Duke nxjerrë në pa akuza të rënda dhe duke krijuar një përçarje të madhe mes tyre, që duket se do të ndikojë edhe në ditët në vazhdim brenda shtëpisë së Big Brother.